Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes për përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Ju uroj mirëseardhjen në Nektari i Gjumas, ku sot do ta hapim me e mira shpërblehet me të mirë. Në ajetin 60 të surës Ar-Rahman, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. A ka shpërblim tjetër për të mirën veç se të mirës? Ky është një parim i përgjithshëm në logjikën kuranore që përfshin Zotin e madhëruar, krijesat dhe të gjithë njerëzit. Gjithëpërfshirja e këtij parimi shërben si një mësim për muslimanët, të cilët duhet të mësojnë mirë se çdo të mirë ta kompensojnë me më të mirën dhe, sipas një thënie të një dietari islam, kuptojmë se në kompensimin më të mirë nuk do të thotë që të shpërblejmë me të njëjtin shpërblim, pra t'ia kthem me të njëjtën monedhë, por lipse që shpërblimi ynë të jetë më i mirë, në të kundërt, ai që ka bërë i pari mirësi do të ketë e përsi në shpërblim. Kur flasim për veprat tona përpara Zotit të madhëruar, çështja merr tjetër formë, sepse pala tjetër e Zotit i lartësuar, valët e mëshirës së të cilit kanë përfshirë të gjithë universin. Mirësia dhe dhuntia e tij janë të denja për qenien e tij, jo sa pesha e veprave të njerëzve. Prandaj, nuk është rastësi që historitë e popujve tregojnë se njerëzit që kryejnë vepra të mira, edhe pse të vogla, por me sinqeritet, janë shpërblyer me mirësi të mëdha. Për këtë, një shembull sjellim si ilustrim, njëri nga komentuesit e Kuranit i cili thotë: një musliman u takua me një grua të mëshuar politeiste, e cila në mes të ftohtit po ushqente shpendët me fara, dhe i tha asaj se kjo punë nuk pranohet si vepër e mirë nga një njeri politeist, siç ishte edhe plaka. Plaka politeiste u përgjigj se edhe në u pranoft, edhe në mos u pranoft, unë do ta kryej këtë punë. Pasi kishte kaluar një periudhë kohë nga kjo ngjarje, muslimani u takua sërish me këtë grua plak, por kësaj here në çadën e madhërueshme. Ajo ju drejtua atij me këto fjalë dhe i tha: O burr, Zoti i madhëruar për ato farera që u dha shpendëve me bekoj me begatin e Islamit. Kështu shikues dhe dëgjues të nderuar, të mos nguroni të bëni mirë, sepse e mira sjell vetëm të mira. Do të vjojmë programin tonë me pjesën nga Kurani i Fisnik, ku sot jam dalur tek sura Shuara dhe kam shkëputur ajetet nga ajeti 192 për ta mbyllur me ajetin 220. Ju uroj dëgjim dhe shikim të këndshëm së bashku.
Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Nuk ka dyshim se ky Kuran është shpallje e Zotit të botëve. Atë e zbriti shpirti i besueshëm, Xhebraili, në zemrën tënde o Muhammed, që të jesh nga ata që paralajmërojnë. E zbriti në gjuhën e qartë arabe. Vërtet, ai është përmendur në shkrimet e të pareve. Vallë, a nuk është provë për ata mikasit që atë Muhammedin e kanë njohur dietarët e bijve të Izraelit? Por, edhe sikur t'u shpallnin Kuranin ndonjë jo arabi, e ai t'u lexonte atyre, ata përsëri nuk do të kishin besuar. Ja, kështu, ne ua kemi shtënë mohimin në zemër keqbërësve. Ata nuk do ta besojnë atë, derisa të shohin dënimin e dëmshëm. Por ai do t'ju vijë atyre papritmas e ata nuk do ta ndjejnë fare. Atëherë, ata do të thonë, a do të na jepet afat? A mos vallë, ata duan të shpejtojnë dënimin ton? Mendo, nëse ne i lëm që të kënaqen disa vjet e pastaj t'i godas ai dënimi që është premtuar, çfarë vlere do të kishte ajo me të cilën janë kënaqur? Asnjëherë ne nuk kemi shkatruar ndonjë vend banim pa i quar më parë paralajmërues si këshill për ata. Ne nuk jemi asnjëherë të padrejtë. Atë Kuranin nuk e kanë zbritur djajt. Jo, vetëm që kjo s'u takon atyre, por as nuk kanë fuqi të bëjnë një si ai. Në të vërtetë, ata mënjanohen nga të dëgjuarit e shpalljes, prandaj mos adhuro zot tjetër përveç Allahut, që të mos bëhesh nga ata që do të dënohen. Paralajmëro farefisin tënd më të afërm dhe bëhu i butë me besimtarët që të pasojnë ty. E nëse nuk të dëgjojnë, thuaju, unë nuk jam përgjegjës për ato që bëni ju, dhe mbështetu në të plotfuqishmin mëshirëplotin, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit dhe lëvizjet e tua midis atyre që përulen në sejdë. Vërtet, ai dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Shuara nga ajeti 192 dhe mbyllëm me ajetin 220. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të flasim sot rreth një temë që na prek të gjithëve si shoqëri dhe mbar njerëzit kudo që janë. Do të flasim sot për përkujdesin ndaj jetimeve dhe do ta shohim atë në këndvështrimin e Islamit. Pra, përkujdesin ndaj jetimeve është detyrë shoqërore në Islam. Përkujdesi, nderimi, ngrohtësia dhe dashuria ndaj jetimeve, por edhe ndaj atyre që kanë nevojë për ndihmë, do njerëz me zemër të madhe. Të përzësh jetimin dhe të mos i japësh të vëbektit, do të thotë të përgënjeshtrosh mesazhet e Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. A i ke parë ti, a i je ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër, është ai që e përzën në mënyrë të vrasë të jetimin dhe që nuk e nxit për të ushqyer të varfrin. Lexojmë në surën Maun, ajeti 1 deri tek ajeti 3. Për anën e dashamirësisë, ngrohtësisë, përkujdesit dhe dëmshurisë ndaj jetimeve, flet edhe tradita profetike. Profeti ynë i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: cili do që vë dorën e tij mbi kokën e jetimit, si shenjë dëmshurie, do të ketë shpërblim sa numri i fijeve të flokut që prek dora. Islami, kjo fe e bukur me të cilën na ka bekuar Allahu i madhëruar, është burimi i mëshirës, i zemërbutësisë dhe i dashurisë njerëzore. Kështu që nuk duhet të habitemi kur shohim që feja jonë e drejtë, e cila interesohet për fëmijët jetim, ka dëmshuri për ata dhe mundohet të sigurojë ngrohtësi për zemrat e tyre. Feja islame ka vlerësuar, njohur dhe ruajtur të drejtën e të dobtëve, miskineve, fukarenjeve, të vejave dhe jetimeve. Sa mirë do të ndikonte përkujdesi ynë për ta, e sidomos për jetimin që ka humbur njërin apo të dy prindërit. Ai ka nevojë më së shumti për përkujdesin dhe mbikëqyrjen tonë, nga se në shtëpi nuk ka dorë që e përkedhel dhe zemër që e mëshiron,
Dhe nëse dikush nuk e edukon gjersa është fëmijë, ai do të rritet i mishëruar me tiparet e ulta morali. Shoqërinë do ta shikojë me sy urrejtës, nga se ajo e harroi apo e përbuzi, mençmoi dhe e anashkaloi çështjen e tij. Kështu ai, në vend që të jetë i dobishëm për shoqërinë e tij, ai do të jetë mjerim, shkatërim dhe imazh i keq për të. Të flasësh për këtë kategori të shoqërisë është shumë e vështirë, pasi të hezitosh përpara faktit se si do ta konsiderosh atë, barë ekonomike apo përgjegjësi që kërkon përkujdesje dhe interesim. Megjithatë, para se të flasim më në detaje rreth kësaj teme, le të ndalemi pak dhe të sqarojmë termin jetim në terminologjinë fetare islame. Jetim, sipas jurisprudencës islame, është ai fëmijë që ka vdekur i ati dhe nuk ka mbushur moshën e pjekurisë. Ky sqarim është i nevojshëm sepse në opinionin ton sundon ideja se jetim konsiderohet ai fëmijë që nuk ka njëri nga prindrit, qoftë nënën, babain apo edhe të dy. Mirë po të shohim për kufizimin islam, do të gjejmë se termi jetim ka të bëjë më shumë me atë person që ka humbur burimin material të tij e që është pikërisht babai. Këtë fare gjatë na e thekson dhe na e shpjegon Kurani Kerim, ku në surën Kehf tregon historinë e udhëtimit të profetit Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe me robën e devotshëm Hidrin. Ky rob i devotshëm ngriti një mur që ishte gati të rrëzohej. Kur profeti Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, i kërkoi të merrte shpërblim për këtë punë, ai i thotë: muri ishte i tutje moshave jetim te atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar ari dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë. Sura Kehf, ajeti 82. Pra, ky ajet shpreh fare qartë se fëmia jetim quhet kur ai humb babain, sikurse edhe jetimet e përmendur në këtë ajet. Ky është përkufizimi i jetimit në Islam. Interesimi dhe përkujdesi i fesë islame për këtë grup shoqëror është i detyruar, pasi për këtë flasin shumë ajete kuranore dhe hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Natyrisht, derisa Islami jep për jetimin një përkufizim, patjetër që flet për të, e kjo jo vetëm për ta prezantuar, por për të treguar dispozitat e tij dhe detyrat që kanë njerëzit ndaj tyre. Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe çështjes së jetimit nga aspekti i edukimit, trajtimit dhe sigurimit të ekzistencës së tij, në mënyrë që ai të jetë një element të dobiprurës për shoqërinë, të kryer obligimet ndaj saj dhe të jetë përgjegjës për veprimet në raport me të. Islami ka urdhëruar që jetimi të respektohet e asësi të mos shqetësohet. Kurani na flet për përkujdesin ndaj jetimit, duke thënë: pra, mos e përul jetimin, sura Duha, ajeti 9, dhe për përkujdesin ndaj pasurisë së jetimit kur thotë: mos ju afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë. Mund të afroni vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Lexojmë surën An'am në ajetin 152. Dhe në surën Isra, ajetin 34, Allahu i madhëruar për jetimet thotë: mos shpërndëroni pasurinë e jetimit vetëm për ndonjë arsye të mirë për t'ia shtuar derisa ai të arrijë pjekurinë e vet. Në këto ajete shihen detyrat që kemi ndaj jetimit. Ai nuk ka nevojë vetëm për përkujdesje materiale nga shoqëria dhe farefisi që e rrethon atë, por edhe për mbështetje shpirtërore. Kurani famëlart i nxit muslimanët që ta përmbushin këtë përgjegjësi njerëzore islame. Allahu i madhëruar i përmend të dërguarit të tij, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, mirësinë dhe dashurinë që i siguroi atij pas vdekjes së babait të tij, duke i thënë: a nuk të gjeti ty jetim dhe të bëri vend të dha për krahje? Sura Duha, ajeti 6. Pastaj, Allahu i madhëruar e porositi profetin duke thënë: pra, mos e përul jetimin. Sërish sura Duha, ajeti 9. Siç dihet nga historia islame, por edhe nga ajetet kuranore që sapo përmendëm, edhe profeti ynë i dashur e ka përjetuar të qenit jetim, kur nuk njohu baban, sepse babai i tij pati vdekur kur ai ishte pra ende në barkun e nënës së tij Emines. E kur pas pak vitesh do t'i vdiste edhe nëna e tij e dashur, por Allahu i madhëruar i përgatiti atij njeriu që do të kujdesej për të, dhe ai ishte gjyshi i vet Abdul Muttalibi, dhe pas tij, pra pas vdekjes së gjyshit të tij Abdul Muttalibit, ishte xhaxha i tij Abu Talibi, i cili përkujdes për profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.
Për këtë profeti ynë i nderuar ka thënë: "Shtëpia me dashur tek Allahu i madhëruar është ajo ku rri jetimi." Dhe thot profeti: "Bëhu për jetimin si baba zemërbut dhe dije mirë se çfarë do të mbjellësh, atë do të korrësh." Në një tjetër hadith të profetit tonë të dashur lexojmë të ketë thënë: "Në xhenet ndodhet një vend i cili quhet vendi i gëzimit. Në atë vend nuk hyn kusht tjetër përveç atyre që gëzuan jetimet e besimtarëve." Apo thot profeti në një tjetër hadith: "Kush kujdeset për 3 jetim, do të jetë i njëjtë me atë që falet natën, agjeron ditën dhe sakrifikon në rrugën e Allahut të madhëruar. Ai thot profeti, do të jetë vëllai im në xhenet." Pra si dhe të përmendi dy gishtat siç janë këto të dy. Shariati islam e quan për kujdesjen dhe nderimin për jetimet një çështje shumë të rëndësishme. Feja islame ka caktuar që një pjesë e zakatit të muslimanëve të shpenzohet për ta. Po ashtu, shpenzimi për ta është prej veprave që e afron njeriu tek Allahu i madhëruar. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Dhe pasurinë që e do, u jep të afërmve jetimeve." Lexojmë në surën Bekare, ajeti 177. Po në Kur'an lexojmë historinë e sadakas së Elibetit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, me ushqimin 3 ditë me radhë. Dhe ajo është e njohur derisa për ata zbritën këto ajete kuranore ku Allahu i madhëruar thot: "Ata janë që për hir të tij, pra për hir të Allahut, u japën ushqim të varfërve, jetimeve dhe robëve. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe për jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falëndrim." Sura Insan, ajetet 8 dhe 9. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të shkruajmë për pak sekonda së bashku për të kthyer sërish në temën tonë për kujdesjen ndaj jetimeve dhe detyrë shoqërore në Islam. Kështu që juftoj të qëndroni me ne në noktarin i xhumas. Jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Nektari i Xhumas, ku sot do të nisim të flasim rreth jetimëve, pasi jemi në pjesën e dytë të temës tonë. Pra po flasim për temën për kujdesjen ndaj jetimëve është detyrë shoqërore në Islam, dhe sigurisht që një prej detyrave shoqërore në Islam është interesimi për jetimet, shpenzimi për ta dhe sigurimi i jetës të kënaqshme për ta. Por kjo nuk kufizohet vetëm me anën ekonomike, sepse jetimi nuk ka nevojë vetëm për para. Jetimi ka nevojë për ndjenjen e ngrohtësisë dhe dashurinë që ai e humbi. Kurani famlar të ndalon poshtërimin e jetimëve ku thot: "Pra mos e përul jetimin." Sura Duha, ajeti 9. Po ashtu, Kurani sqaron ndikimin e ashpër për atë shoqëri e cila poshtëron jetimet dhe nuk i siguron atyre ngrohtësi e dashuri. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Jo, nuk është ashtu, por bëni edhe më keq. Ju nuk e përfillni jetimin, nuk e nxisni njëri tjetrin për t'i dhënë të varfrit." Lexojmë në surën Fejr, ajetet 17 dhe 18. Në ajetin e parë vëmresën nderimi i jetimit i kalon më tej kufit e nevojës ekonomike, sepse ka jetim të cilët nuk kanë nevojë për ndihmën ekonomike, por që kërkojnë njerëz të cilët t'i mbushin me ndjenjat e dashurisë të ngrohtësisë. Prandaj, duhet kujdes dhe nderim dhe respektimin e personalitetit të jetimit dhe është domosdoshëm bashkëpunimi me të në mënyra pozitive. Kujdesi, nderimi, ngrohtësia dhe dashuria ndaj jetimëve, por edhe ndaj atyre që kanë nevojë për ndihmë, do njerëz me zemër të madhe. Pra, ta përzosh jetimin dhe të mos i japësh të vëbekti do të thotë të përgënjeshtrosh shpalljet e Allahut të madhëruar, pasi siç e përmendëm edhe para, Allahu i madhëruar thotë në Kur'an: "A e ke parë ti, a njeh ti atë që përgjigjëstrojnë përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Është ai që përzon në mënyrë të vrasë jetimin dhe që nuk e nxit për të ushqyer të varfrin." Sura Maun, ajetet 1-3. Por anën e dashamirësisë fletë dhe tradita e profetit tonë të nderuar, i cili ka thënë se cili do që vë dorën e tij mbi kokën e jetimit si shenjë dëmshurie, do të ketë shpërblim sa numri i fijeve të flokut që prek dora. Një nga shokët e profetit transmeton se një ditë, thot ai, ne ishim me profetin dhe erdhi një djalë. Ai i tha profetit tonë të dashur: "Unë jam jetim dhe kam një motër. Nëna jon ka mbetur e ve, prandaj na ushqema ato që të ka ushqyer Allahu dhe na jep prej asaj që të ka dhënë Allahu dhe të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: "Sa bukur që fol o djalë." Pastaj i tha Bilalit, Allahu qoftë i kënaqur me të: "Shko dhe merr çfarë të ketë nga ushqimet tona."
Bilali shkoi dhe mori me vete 21 kokra hurma. Profeti i nderuar ja dha djalit hurmat dhe i tha: 7 kokra janë për ty, 7 për motrën tënde dhe 7 për nënën tënde. Në ato qaste, Muadh ibn Jabal u ngrit dhe vuri dorën në kokën e djalit dhe përkëdheli e i tha: Allahu ta lehtësoft jetimirin tënde dhe të bëft trashëgues të mirë të babait tënd. Profeti i nderuar i tha: Ku e patë qëllim me atë që bëre? Muadh tha: E bëra për dashurinë ndaj tij. Profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha: Cili do që merr në kujdes një jetim dhe kujdeset për atë, duke vënë dorën e tij mbi kokën e jetimit dhe e përkëdhel për çdo fije floku të cilën e prek dora e tij, Allahu i Madhëruar do të jap të mira për çdo fije floku dhe do t'ia fshijë atij të këqijat dhe për çdo fije floku do ta lartësoj. Transmetohet gjithashtu se profeti i nderuar ka thënë: Kur qan jetimit rënditet arshi dhe Zoti i Madhëruar thot: Kush e bëri të qaj robin tim të cilit unë ja mora prindërit, ai që do të ndaloj atij të qaren, unë do ta fus në xhenet. Një njeriu ankuat te profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për zemërfortësinë e tij. Profeti i tha: A dëshiron që të zbutet zemra jote dhe të përmbushen nevojat e tua? Mëshiro jetimin, përkëdheni kokën dhe jepi nga ushqimi jut, sepse kështu do të zbutet zemra dhe do të plotësohen nevojat e tua. O njerëz, o besimtar, frikësoni Zotit dhe bëheni të njerëzishëm ndaj jetimeve. Përkujtoni ditën që do të dilni para Allahut, atë ditë kur çdo kush pas një padrejtësi do të shpërblehet për atë që ka bërë. Frikësojuni Allahut dhe dini se Allahu do të llogarisë çdo kënd që ka shkelur të drejtën e jetimit, ka keq përdorur pasurinë e tij dhe ka shfrytzuar atë në gjëra që nuk janë të ligjshme për të. Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, e nëse vëreni të ta pjekuri, atëherë dorëzoni ju atyre pasurinë e tyre. Mos e hani atë duke shkapërdridhur dhe duke u ngutur para se ata të rritën. Kush është i pasur le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë së jetimeve, e kush është i varfër le të hajë maturi. E kur t'ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë që ju dorëzoni. Mjafton që Allahu është llogaritës. Sura Nisa, ajeti 6. Keq përdorimi i pasurisë së jetimit është përmendur në Kur'anin Kerim edhe si ndëshkim i madh. Për këtë Allahu i Madhëruar thotë: Ata që ja han pa të drejtë pasurinë e jetimeve, në të vërtetë ata han atë që mbush barkun e tyre me zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehenemit. Sura Nisa, ajeti 10. Si përfundim, shikues dhe dëgjues të nderuar, themi se vërtet kujdesi dhe nderimi i jetimit, si dhe sigurimi i nevojave të tij materiale e shpirtërore, është detyrë shoqërore dhe muslimanët duhet ta përmbushin atë. S'ka dyshim, detyra ndaj jetimeve është pjesë e drejtave të tyre dhe nuk duhet që të quhet mirënjohje asë vepër për t'i bërë ata të ndihen të turburuar e si nevojtar. Se fundmi e lutim Allahun Madhëruar: O Allahu ynë, na bëj bamirës dhe kujdestar të mirë për jetimet. O Allahu ynë, na bashkon në xhenet me të dashurin tënd. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe me të gjithë pejgamberët, paqja e Allahut qoftë mbi ta, dëshmorë dhe të sinqertit. O Allahu ynë, na mundëso që të këshillohemi me fjalën tënde, ta pasojmë atë dhe të jemi prej atyre që flasim dhe veprojmë drejt. O Allahu ynë, dërgoj përshëndetjet dhe salavatet tona më të mira për profetin tonë të dashur, Muhammedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, shokët dhe mbar pasuesit e tij. Amin. Shikues të dëgjues të nderuar, kemi mbritur kështu edhe për sot në fund të programit e Nektari i Xhamas. Falenderojmë pafund Allahun Madhëruar për mundësinë që na krijoi dhe inshallah bëhemi sebeb për punuar punë dhe vepra të mira. Falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë, Zoti i shpërbleft me mirësi. Falenderoj të gjithë ju që ndiqni emisionin Nektari i Xhamas, Zoti i shpërbleft me mirësi. Në këtë ditë të bukur të xhamas, lutim Zotit na provoj veprat tona, lutjet tona, namazet tona, adhurimet tona, sadakat tona, punët dhe veprat tona të bukura, të na ruaj nga çdo gjë e keqe e cila na bën të ndihemi keq ne dhe ato që na rrethojnë. Kështu që duke përcjellë dhe mesazhin që përcollëm në temën tonë, le të jemi miq të mirë me jetimet, kujdestar të mirë, të flasim fjalë të mira, të ndihmojmë me sa kemi mundësi dhe mos t'u aftojmë kurrë zemrat atyre, pasi mos e dën Zoti, por nëse mund të provohemi edhe ne me të njëjtën gjë. Kështu që le të bëhemi nga ata që thrasin për të mirë
dhe ndalojnë nga e keqja. Duke lënë në shoqërinë i cili fton për namazin e xumas, do të ndajmë së bashku edhe sot sikurse e hapë programin me paqe, me selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن